Ti që ke derte, të lashe, brenga, probleme, kriza, probleme familjare, borgje, munges lumturise, ti i burgosure, pa marrë parasysh çfarë do lloj problemi dhe belaje që e ke, ilaçi yt është wasjud waqtarib. Bjerë sejdë, sejdja të afron të krijuesi. Sejdja për ulja jote, kur e vendos ballin dhe fytyrën tënde në tokë për krijuesin, kjo të afron të Allahu te baraka wa taala. Prandaj e ka konfirmu edhe Muhamedi alayhis salam në teori dhe praktik, sikur tregon Imam Muslimi rahimahullah, thot pejgamberi ynë alayhis salam: aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Robi mas afërti me Zotin e tij është atëherë kur ai është në sejdë. Robi mas afërti pranë Zotit të tij është atëherë kur ai është në sejdë. Pejgamberi alayhis salam kur e shqetësonte ndonjë gjë, kur brengosej, fazia ila as-salat, ikte me nxitim drejt namazit. Shqeni vëllezër, me të vërtet ky koncept, i cili është një koncept i shkëlqyeshëm dhe i suksesshëm për çdo njeri i cili mendon që në jetën e tij, në momente kur ballafaqohet me sfida, me probleme, me telashe të natyrave të ndryshme, është koncepti më i sigurt, më i lehtë, më i suksesshëm me i tejkalu gjitha këto telashe. Se Zoti në dunja nuk ka mundësi mos me pas telashe. Jeta e kësaj bote karakterizohet me sprova, me probleme, me telashe, në vazhdimsi. Mirë po, ky koncept bjerë sejdë, se sejdja të bën me qenë më afër Allahut, është ilaçi më efektiv i cili neve na ndihmon me i tejkalu gjitha problemet, madje çfarëdo lloj natyre që është problemi, kime e tejkalu.